Ai mendonte se kontrollimi I shtëpisë me kamera do të mjaftonte për ta mbajtur kaosin larg. Por në prag të Krishtlindjes, diçka në ekran e bëri të tërhiqej në karrige me zemrën që I rrite fort. Si e dinte ajo këtë, murmuriti, duke parë gruan që ndërvepronte me trinjakët e tij të shurdhër. Që nga ajo ditë, gjithçka u transformua. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Tiranë, dhjetor. Dritat e Krishtlindjeve ndriçonin bulevardin dëshmorët e kombit me një gëzim tregtar që pushtonte vitrinat, ndërtesat dhe çdo cep të qytetit që nuk fle kurrë. Por ky gëzim nuk arrinte deri në zonën e pasur pranë liçenit artificial, ku Artan Hoxha jetonte I vetëm me 3 djemt e tij të vegjël në një vilë 3-katëshe që më shumë I ngjante një muzeu të heshtur sesa një shtëpie. Të thuash I vetëm ishte një egzagerim, teknikisht, sepse gjithmonë kishte dikë të punësuar për të kujdesur për shtëpinë, fëmijët, ushqimin, rutinën e planifikuar me përpikëri. Por I vetëm ishte pikërisht ajo që ai ndjente kur mbyllte derën e dhomës së gjumit natën dhe heshtja e shtëpisë së pafund e gëlltiste të tërin. Një heshtje që nuk ishte thjesht mungesë zhurme, por mungesë jete, ngrohtësie, të qeshurash, bisedash në kuzhinë, e gjithçkaje që dikur ajo shtëpi kishte përfaqësuar. Shtëpia kishte 6 dhoma gjumi me banjo private, një dhomë ngrënieje që mbante 20 persona, një kuzhinë moderne me pajisje elektroshtëpiake që kushtonin më shumë se një makinë e zakonshme. Një pishim të ngrohtë në kopsh dhe një zyrë në katin e dytë, nga ku Artani drejtonte perandorinë e tij teknologjike. Çdo dhomë ishte e dekoruar me mobilje firmato, piktura të artistëve bashkëkohor dhe tapete persiane që Elira I kishte zgjedhur me aq dashuri në vitet e para të martesës. Por tani gjithçka dukej si një skenografi. E bukur, e shtrenjtë, e zbrazët. Muret I bënin jehon hapave të vetmuar. Dhomat e miqve qëndronin të mbyllura me muaj të tërë. Dhe dhoma e ndenjes, që duhej të ishte zemra e shtëpisë, rinte e kyçur sepse Artani nuk duronte dot të shihte portretet e familjes të varura aty, të ngrira në një kohë që nuk kthehej më. Artani ishte 42 vjeç, pronar I një kompanie teknologjike që fitonte miliona në vit, me kostume italiane në garderobë dhe një orë zvicerane në kyçin e dorës që vlente më shumë se shumica e makinave në rrugë. Autodidakt, bir tregtarësh nga kombinati, ai e kishte ndërtuar gjithçka nga zeroja. Filloi duke programuar nëpër internet kafe, kaloi net pa gjumë duke krijuar aplikacione, mori kredi të rrezikshme dhe e shndërroi një startup të vogël në një kompani që sot u shërbente multinacionaleve. Sukses, para, njohje. Gjithçka që kishte ëndërruar kur ishte një djalë I varfër që shikonte ndërtesat e ndriçuara të qendrës së qytetit. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi kur ai kalonte nëpër korridorin e mermer dhe shihte lodrat e shpërndara, pemën e Krishtlindjeve të montuar nga dekoratorja që ai as nuk e njihte personalisht. Dhe 3 karriget e vogla me ngjyra në tryezën e kuzhinës, gjithmonë bosh sepse djemt preferonin të hanin në dhomën e lodrave ku mund të bënin rëmuj pa u vëzhguar. Elira ishte larguar 2 vjet më parë, në një mënyrë aq të papritur sa Artani ende zgjohej disa mëngjese duke shpresuar ta gjente në balkon duke pirë kafe me ato pishamet e mëndafshta blu që I adhuronte. Lamtumira nuk pati paralajmërim, nuk pati kohë për përgatitje, nuk pati shans për fjalë të fundit apo premtime të pëshpëritura. Një ditë ajo ishte aty, duke u buzëqeshur trenjakëve që sapo kishin mbushur një vjeç, duke rregulluar shtëpinë për festën e tyre të ditëlindjes, duke folur për planet e së ardhmes, për udhëtimet që do të bënin kur fëmijët të rriteshin. Dhe ditën tjetër la një zbrazëti aq të thellë sa asnjë sasi parash, asnjë sukses profesional, asnjë arritje biznesi nuk mund ta mbushte. Artani nuk fliste kurrë për mënyrën se si ajo u largua. As me familjen, as me miqtë e ngushtë, as me veten në netët e pagjuma. E ruajti gjithçka në një ndarje të kyçur të kujtesës dhe e hodhi Chelsea-n tutje. Preferoi të përqendrohej në atë që mund të kontrollonte, kompaninë, financat, rutinën, oraret. E shndërroi dhimbjen në tabela, në mbledhje strategjike, në objektiva rritjeje. Sepse të ndjeje ishte e rrezikshme. Të ndjeje do të thoshte të shembeshe, dhe ai nuk mund t'ia lejonte vetes këtë luks. Jo me 3 fëmijë që vareshin prej tij. Trenjakët tani ishin 3 vjeç. Genti, Miri dhe Roni. 3 djem identik me flokë gështenjë kaçurela, sy të errët dhe faqe të kuqe që dukeshin si reklam qumësht I pluhur. Ishin të bukur, të përsosur fizikisht, të shëndetshëm. Vetëm se jetonin në një botë më vete. Që në muajt e parë të jetës, Artani dhe Elira vunë re se diçka ishte ndryshe.
Foshnjat nuk reagonin ndaj zhurmave të larta, nuk ktheheshin kur dikush i thërriste, nuk trembeshin nga dyert që përplaseshin. Pas muajsh konsultash, analizash dhe specialistësh të njohur në Tiranë e madje edhe jashtë vendit, diagnoza erdhi si një dënim, shurdhim i thellë bilateral të tre. Pa kthim. Pa shërim. Pa shpresë për ndryshim. Elira reagoi me forcë në fillim. Filloi të studionte gjuhën shqipe të shenjave, bleu libra, punsoi logoped, e shndërroi shtëpinë në një qendër stimulimi. Artani, nga ana tjetër, u zhyt në punë. Ishte mënyra e tij për t'u përballur, për të mbajtur kontrollin, për të ndjerë se ende kishte diçka në jetën e tij që mund ta menaxhonte. Sepse djemt ishin një kaos që i shpëtonte çdo tabele, çdo logjike biznesi. Ata nuk arrinin të komunikonin si fëmijët e tjerë të moshës së tyre. Nuk flisnin, nuk kuptonin urdhra verbal, dhe përpjekjet për t'u mësuar gjuhën e shenjave fëmijëve kaq të vegjël ishin të ngadalta, frustruese, plot inate dhe keqkuptime. Ata i testonin kufijt me një energji që dukej se nuk kishte fund. Rëzonin gjithçka, grisnin letra, vraponin nëpër shtëpi pa drejtim dhe hynin në kriza të qari që askush nuk arrinte t'i qetësonte, sepse askush nuk kuptonte se çfarë donin. Punonjësit hynin e dilnin si në një derë rrotulluese. Artani tashmë e kishte humbur numërimin se sa dado, kujdestare e madje edhe pedagoge të specializuara kishin dhënë dorëheqjen ose thjesht kishin pushuar së shfaquri. E para zgjati 5 ditë. E dyta duroi 2 javë dhe iku duke qarë pasi miri pati një krizë frustrimi. E treta kishte kurs të gjuhës së shenjave dhe përvojë me fëmijë me nevoja të veçanta, por dha dorëheqjen duke pretenduar se përgjegjësia ishte tepër e rëndë. Gjithmonë kishte një justifikim, por arsyeja e vërtet ishte gjithmonë e njëjta. Rutina ishte raskapitse. Djemt zgjoheshin herët, plot energji. Mëngjesi kthehej në fushë betej, ushqim i hedhur në 2 sheme, pjata të rrëzuara, inate të pashpjegueshme sepse askush nuk arrinte të kuptonte se çfarë donin. Dushi ishte një tjetër luftë. Genti e urrente ujin në fytyrë. Miri bënte dush vetëm nëse mund t'i merrte të gjitha lodrat me vete. Roni qante nga fillimi në fund, sikur pastrimi të ishte një torturë. Dhe komunikimi, ose mungesa e tij, e bënte gjithçka më keq. Djemt nuk arrinin të thoshin kur ishin të uritur, të përgjumur, me dhimbje. Tregonin me gisht, tërhiqnin, shtynin, qanin, bërtisnin tinguj grykor. Përpjekjet për të mësuar gjuhën e shenjave ishin të ngadalta dhe frustruese. Në moshën 3 vjeçare duhej të formonin fjali të thjeshta me shenja, por mezi arrinin të mbanin vëmendjen për 2 minuta. E vërteta e hidhur është se askush nuk donte të merrej me këtë. Me heshtjen e zhurmshme të 3 fëmijëve që bërtisnin pa zë, që kërkonin gjëra me gjeste të dëshpëruara që askush nuk i deshifronte, që qanin nga frustrimi sepse bota nuk i kuptonte dhe ata nuk e kuptonin botën. Tani ishte përsëri dhjetor dhe Artani shikonte pemën e Krishtlindjeve të montuar në sallon me një përzierje ironie dhe dëshpërimi. Dekoratë të shtrenjtë, zbukurime të importuara, drita të sinkronizuara me muzikë që askush në atë shtëpi nuk mund ta dëgjonte. Ai vetë organizoi gjithçka sepse familja do të vinte në mbrëmjen e 24-s. E ëma, xhaxhallarët, disa kushërinj. Njerëz që hiqeshin sikur kuptonin, që bënin fytyrë keqardhjeje kur shihnin trenjakët, që ofronin këshilla boshe për durimin dhe besimin. Artanit i duhej që gjithçka të ishte perfekte. Jo për djemt, që mezi u bëhej vonë për zbukurimet e Krishtlindjeve, por për veten. Për të ruajtur aparencat. Për të provuar se ende kishte kontroll mbi diçka. Dhe për këtë i duhej dikush përfundimtar në shtëpi. Dikush që nuk do të dorëzohej pas javës së parë. Dikush që do të pastronte, gatuante, organizonte dhe, kryesorja, do t'i mbante djemt larg çdo situate që mund ta vinte në siklet para të ftuarve. Nuk ishte një kërkesë romantike apo emocionale. Ishte praktike, e ftohtë, e nevojshme. Artani vendosi një njoftim bujar, pag mbi tregun, shtëpi luksoze pranë liçenit, të gjitha vaktet e përfshira, një dhomë e rehatshme. Arritën 10 rasavë. A i bëri intervista të shpejta, të drejt për drejta, pa dredha. I hodhi poshtë ato që dukeshin tepër të brishta, ato që bënin shumë pyetje për djemt, ato që shfaqnin keqardhje të tepruar. Derisa erdhi Valbona. Ajo u shfaq në derë një mëngjes të enjte, 15 ditë para Krishtlindjeve. Nuk kishte asgjë të veçantë në pamje,
një grua rreth të 40-tave, e dobët, me flokë të zinj të lidhur në një topuz të thjeshtë, veshje modeste, pa grim. Nuk buzëqeshi kur Artani hapi derën. Vetëm e përshëndeti me një lëvizje koke dhe priti të ftohej brenda. Artanit ju duke çuditshme që në fillim ishte mësuar me kandidate nervoze, të etura për të pëlqyer, që lavdëronin shtëpinë, që hapnin biseda për motin ose trafikun. Valbona nuk bëri asgjë nga këto. Hyri, shikoi përreth me një vështrim të qetë dhe të vëmendshëm, dhe u ul në karrigen që Artani i tregoi pa shfaqur asnjë mahnitje për llambadarin e kristalt apo dyshemen e mermer. Intervista ishte e çuditshme që në fillim, ndryshe nga të gjitha të tjerat që Artani kishte zhvilluar javët e fundit. Ai bëri pyetjet e zakonshme, duke ndjekur skenarin mendor që kishte zhvilluar, përvoja e mëparshme, referencat, disponueshmëria e orareve, pritshmëritë për pagën. Valbona ju përgjigj gjithçkaje me një objektivitet pothuajse mekanik, pa i zbukuruar përgjigjet, pa u përpjekur të bënte përshtypje. Kishte punuar në shtëpi familjare më parë, si në Tiranë ashtu edhe në rrethe. Njihte rutinat e fëmijëve të gjitha moshave. Dinte të gatuante ushqim shtëpie, pjata më të sofistikuara, e madje edhe disa receta pa gluten dhe pa laktozë për raste alergjish. Pastrimi nuk ishte problem, kishte punuar në shtëpi të mëdha dhe dinte të organizonte hapësirat. Nuk kishte librezë pune sepse preferonte punë të përkohshme, për arsye personale që nuk i detajoj, por mund të paraqiste rekomandime të mira nga punëdhënësit e mëparshëm. Artani e pyeti nëse kishte fëmijë. Valbona shikoi duart e saj për një sekond para se të përgjigje jo. Kishte diçka në atë pauzë, diçka në shmangjen e vështrimit, që e bëri Artanin ta shënonte mendërisht atë si një pikë vëmendjeje. E pyeti pastaj nëse kishte përvojë me fëmijë me nevoja të veçanta, me ndonjë gjendje specifike. Ajo hezitoi përsëri, por këtë herë hezitimi dukej më i llogaritur, sikur po zgjidhte me kujdes fjalët. Tha se po, kishte punuar me një fëmijë të shurdhër disa vite më parë, në një familje në Durrës. Nuk dha më shumë detaje dhe Artani nuk e ngacmoi, por ndjeu atë thumbim dyshimi që e ndjente gjithmonë kur dikush prekte temën e djemve. Njerëzit prireshin të reagonin në dy mënyra kur zbulonin për trenjakët. Ose bëheshin tepër solidar me atë dhëmshuri performuese që rrinte nga fjalët si mjaltin e veritshëm, ose bëheshin dukshëm të parehatshëm, duke dashur të ndryshonin temë sa më shpejt të ishte e mundur. Valbona nuk bëri as njërën, as tjetrën. Ajo thjesht tundi kokën, sikur informacioni të ishte i rëndësishëm por jo befasues, dhe priti pyetjen tjetër. Artani ishte gati të pyeste për disponueshmërinë e fillimit të menjëhershëm kur dëgjoi zhurmën karakteristike. Jo tamam zhurmë, por atë kombinim hapash të shpejt, të qeshurash të mprehta dhe lëvizjesh të vrullshme që lajmëronin ardhjen e trenjakëve si një tornado e vogël shtëpiake. Ai shikoi orën. 3:30 pasdite. Punonisja e përkohshme që po kujdesej për ta atë javë duhet I kishte çuar në këndin e lojrave. Por me sa duket planet kishin ndryshuar, siç ndryshonin gjithmonë kur bëhej fjalë për ata të tre. Dera e sallonit u hap me forcë dhe të tre hynë si një tornado e vogël. Genti tërhoqi një zbukurim nga pema e Krishtlindjeve, Miri rrëzoi një jastëk nga divani dhe Roni shkoi drejt te tavolina e mesit, duke marrë një kornizë fotografie që Artani as nuk e mbante mend se ishte aty. Artani u ngrit në një refleks automatik, gati për të vendosur rregull ashtu siç bënte gjithmonë, gjeste të forta, shprehje serioze, duke u përpjekur të kapte vëmendjen e të treve në të njëjtën kohë. Por ata e injoruan plotësisht, siç bënin gjithmonë kur hynin në këtë gjendje energjie kaotike. Genti tashmë po. Përpiqej të ngjitej në pemë, Miri vraponte në radh dhe Roni mbante kornizën me një kuriozitet që kufizohej me obsesionin. Ishte atëherë kur Valbona lëvizi. Pa kërkuar leje, pa pritur autorizim, ajo u ngrit nga karrigia dhe shkoi drejt djemve. Por nuk shkoi në këmbë. Ajo u bë në gjatësinë e tyre dhe bëri diçka që Artani nuk e kishte parë asnjë punonjëse ta bënte. Përplasi duart një herë, fort, por jo për të tërhequr vëmendjen me zë. Lëvizja ishte vizuale, e gjerë, dhe ajo e shoqëroi me një shprehje fytyre të theksuar, pothuajse teatrale. Të tre djemt ndaluan. Jo sepse kuptuan një urdhër, por sepse u bën kurioz nga ai gjesti ndryshëm. Valbona pastaj filloi të bënte gjeste me duar. Nuk ishin gjeste të rastësishme. Ishin lëvizje të thjeshta, intuitive, pothuajse si një kërcim me duar. Ajo tregoi pemën, bëri një gjest mohimi duke tundur kokën, pastaj tregoi divanin dhe bëri një lëvizje uljeje.
Genti e lëshoi zbukurimin dhe e shikoi me vëmendje. Miri ndaloi së vrapuari. Roni, ende duke mbajtur kornizën, bëri disa hapa në drejtim të saj. Artani mbeti i paralizuar. Nuk ishte gjua shqipe e shenjave formale. Nuk ishte asgjë që ai e njihte nga metodat që përdornin terapistët. Por po funksiononte. Në më pak se 3 minuta, Valbona i kishte të tre ulur në dysheme rreth saj, duke e vëzhguar ndërsa ajo merrte disa lodra të shpërndara dhe i organizonte në një rresht. Ajo përdorte shprehje fytyre të egzageruara, lëvizje ritmike dhe djemt dukeshin të hipnotizuar. Për herë të parë në javë, ata ishin të qetë pa qenë të frikësuar apo të mbajtur me forcë. Artani ul përsëri, por nuk u qetësua. E gjithë kjo e bënte edhe më dyshues. Si dinte ta bënte këtë? Nga vinte kjo aftësi? Ai pastroi fytin dhe tha se e punsonte, por me kushte të qarta. Orar të rrept, pagë e depozituar në ditën e caktuar, disiplinë si prioritet. Valbona tundi kokën, duke pranuar gjithçka pa negociuar. Tha se mund të fillonte të nesërmen. Artani i dha një çelës rezervë, i shpjegoi shpejt rutinën e shtëpisë dhe e mbylli bisedën. Por kur Valbona doli, duke marrë me vete një çantë të vogël dhe një vështrim që dukej se dinte më shumë se ç'duhej, Artani ndiu një shtrëngim në gjoks. Diçka te ajo grua nuk shkonte. Nuk ishte pa aftësi, përkundrazi. Ishte tepria e aftësisë. Mënyra se si ajo i shikoi djemt nuk ishte me keqardhje, as me profesionalizëm të largët. Ishte me njohje. Sikur ajo të shite tek ata diçka që askush tjetër nuk e shite. Sikur ajo t'i njihte tashmë ata fëmijë nga ndonjë vend tjetër, nga ndonjë kohë tjetër. Atë natë, Artani qëndroi zgjuar deri vonë në zyrë, duke parë kamerat e sigurisë që mbulonin të gjithë shtëpinë. Ai e instaloi sistemin pasi Elira u largua, duke i thënë vetes se ishte për mbrojtje, për siguri. Por e vërteta është se u bë një zakon kontrolli. Ai shikonte regjistrimet kur nuk e zinte gjumi, kur i duhej të sigurohej se gjithçka ishte në rregull, se asgjë nuk i shpëtonte skenarit që ai përpiqej të mbante. Tani, duke parë ekranin e errët të kamerave që do të aktivizoheshin vetëm kur Valbona të fillonte të nesërmen, Artani ndiu një shqetësim që nuk arrinte ta emërtonte. Nuk ishte frikë. Nuk ishte zemërim. Ishte një ndjesi e thellë se ajo grua nuk ishte aty vetëm për para apo për punë. Kishte një arsye më të madhe, të fshehur, të rrezikshme. Dhe ai duhej ta zbulonte se cila ishte para se të ishte tepër vonë. Jashtë, dritat e Krishtlindjeve vazhdonin të vezullonin në bulevard, indiferente ndaj heshtjes së rëndë që rrinte pezull mbi atë shtëpi të pafund. Brenda, 3 fëmijë flinin në dhomat e tyre, të pavetdijshëm për dyshimet e babait dhe sekretet e gruas që sapo kishte hyrë në jetën e tyre. Dhe Artani, i ulur vetëm në zyrën e errët, pyeste veten nëse punësimi i Valbonës kishte qenë vendimi më i mirë i jetës së tij apo gabimi më i madh që kishte bërë ndonjëherë. Valbona filloi të nesërmen, një e premte me diell që dukej se premtonte një fundjavë të qetë. Arriti saktësisht në 7 të mëngjesit, siç ishte rënë dakord, me një çantë shpine të thjeshtë dhe një qese pazari për të cilën Artani nuk e pyeti se çfarë përmbante. Ai po mbaronte kafen në kuzhinë kur ajo hyri nga dera e pasme, e përshëndeti me një lëvizje koke diskrete dhe shkoi drejt në dhomën që ai i kishte caktuar, në katin e parë, pranë dhomës së djemve. Nuk kërkoi një tur nëpër shtëpi, nuk bëri pyetje se ku ndodheshin gjërat, nuk shfaqi kuriozitet për dhomat luksoze. Thjesht vendosi gjërat e saj dhe zbriti për të filluar punën. Java e parë ishte çuditërisht efikase. Shtëpia, që gjithmonë kishte një ajër rrëmuje të kontrolluar edhe me punonjëse që përpiqeshin të mbanin rregull, filloi të kishte një organizim pothuajse ushtarak. Rroba të lara, të palosura dhe të vendosura me një përsosmëri që Artani nuk e shihte që kur Elira kujdesej personalisht për këto gjëra. Ushqim i gatshëm në oraret e duhura, me pjata që djemt vërtet i hanin në vend që t'i hidhnin në dysheme. Lodra të organizuara në kosha specifik sipas llojit dhe ngjyrës, diçka që asnjë punonjëse tjetër nuk kishte arritur ta mbante për më shumë se 2 ditë. Dysheme pa thërrime, edhe pas vakteve kaotike të trenjakëve. Banja të pastra, peshqir të palosur me cepa të drejtë, produkte higjienike të zëvendësuara para se të mbaronin. Artani arrinte në shtëpi pas mbledhjeve të gjata, i lodhur dhe i tensionuar, dhe gjente gjithçka duke funksionuar si një makinë e vajisur mirë. Djemt ishin të pastër, me rroba të kombinuara, të ushqyer, relativisht të qetë për standardet e tyre.
Nuk kishte kriza të qarit të pafundme, nuk kishte telefonata të dëshpëruara nga punonjësia që kërkonte ndihmë, nuk kishte rëmuj të pamundur për t'u kontrolluar. Rutina më në fund dukej se ishte nën kontroll, duke funksionuar vetë, pa pasur nevojë për praninë e tij të vazhdueshme që mbikëqyrte çdo detaj. Por në vend që të ndihej i lehtësuar, në vend që më në fund të relaksohej dhe të shijonte faktin që kishte punësuar dik kompetent, Artani ndjente një parehati në rritje që nuk arrinte ta emërtonte apo t'ia shpjegonte vetes. Ishte sikur diçka të ishte tepër në rregull për të qenë e vërtetë. Sikur gjithë ajo efikasitet, ajo përsosmëri pothuajse çnjerëzore, të fshinte diçka nën sipërfaqen e lëmuar. Ishte ndjesia se po mashtrohej pa mundur ta provonte, se po shihte vetëm majën e icebergut, ndërsa diçka shumë më e madhe qëndronte e zhytur dhe e padukshme. Ai filloi të vinte re detaje të vogla që e shqetësonin. Valbona e njihte shtëpinë tepër shpejt. Ditën e dytë, tashmë dinte ku ndodheshin produktet e pastrimit pa pyetur. Ditën e tretë, gjeti një dollap të kyçur në qilar dhe, kur Artani u kthye nga puna, ajo kishte Chelsin në dorë duke thënë se i duhej të merrte pecetat e kuzhinës që ishin ruajtur aty. Ai nuk mbante mend t'ia kishte dhënë atë Chelës. Gjëra të vogla filluan të zhdukeshin dhe të rishfaqeshin në vende të ndryshme, gjithmonë në mënyra që dukeshin të pafajshme, por që e linin Artanin gjithnjëherë më të shqetësuar. Një kornizë fotografie që gjithmonë qëndronte në raftin e sallonit, duke treguar një foto të Elirës duke buzëqeshur në plazhin e Dërmiut gjatë muajit të tyre të mjaltit, u shfaq në komodinën e dhomës së Artanit. Një kuti muzikore e vjetër që i përkiste Elirës, një trashëgimi nga gjyshja e saj që luante një vals vienez, e ruajtur në një sirtar të kyçur të garderobës ku vetëm Artani kishte akses, u gjet sipër pianos së dhomës së pritjes. Me kapakun hapur dhe balerinën prej porcelanit të pozicionuar sikur dikush ta kishte kurdisur së fundmi. Një shall leshi jeshil që Elira e përdorte në dimër, i ruajtur në një kuti kujtimesh në dollapin e korridorit, u shfaq i palosur sipër tryezës së kuzhinës. Një libër me poezi që Elira e adhuronte, gjithmonë në raftin e dytë të bibliotekës së zyrës së saj, ishte në tavolinën e mesit të sallonit me një shenjë faqeje në një poezi specifike për lamtumirat. Çdo objekt i ndryshuar vendi ishte si një fantazm që kthehej për ta përndjekur, dhe Artani nuk dinte nëse duhej të ndjente zemërim apo frikë. Kur më në fund e konfrontoi Valbonën për objektet, ajo po përgatiste darkën e djembe, duke prerë perime me një saktësi kirurgjikale. U përgjigj pa e ngritur as shikimin nga dërasa e prerjes, me atë natyrshmëri çarmatose që ishte bërë karakteristike e saj. Tha se po pastronte dhe riorganizonte gjërat nëpër shtëpi, duke hequr objekte nga vendet ku mblidhnin pluhur dhe duke i vendosur në hapësira ku mund të shijeshin, të vlerësoheshin, të kujtoheshin. Tha se një shtëpi plot kujtime të ruajtura në sirtar dhe dollap të kyçur ishte një shtëpi që mohonte të kaluarën e saj, dhe se kjo nuk ishte e shëndetshme as për Artanin, as për fëmijët. Përgjigjja ishte logjike, madje kishte kuptim në një mënyrë psikologjike që Artani nuk donte ta pranonte. Por mënyra se si ajo e shikoi kur mbaroi së foluri mbarte diçka më shumë. Nuk ishte sfidë, nuk ishte arrogancë. Ishte njohje. Sikur ajo të dinte saktësisht se çfarë kuptimi kishin ato objekte, cila ishte historia pas secilit, pse Artani i kishte fshehur në vend që t'i hidhte apo t'i dhuronte. Sikur ajo të kishte një hartë emocionale të asaj shtëpie që askush përveç Elirës nuk mund ta kishte vizatuar. Ishte atëherë që Artani filloi të përdorte kamerat e sigurisë me një intensitet që kufizohej me paranojen. Ai gjithmonë e kishte pasur sistemin të instaluar 16 kamera me rezolucion të lartë të shpërndara në të gjithë shtëpinë, duke mbuluar çdo korridor, çdo dhomë, çdo hapësirë të përbashkët përveç banjave dhe dhomave private. Sistemi ishte i cilësisë së lartë, i instaluar nga një kompani e specializuar në sigurinë rezidenciale luksoze, me kamera që funksiononin në mënyrë perfekte edhe në errësirë, me zmadhim digjital që lejonte të shiheshin detaje të vogla. Me ruajtje në re deri në 90 ditë regjistrim të vazhdueshëm. Pasi Elira u largua, ai shikonte regjistrimet her pas here, më shumë si një mënyrë për t'u ndjerë në kontroll të shtëpisë sesa për nevojë reale sigurie. I pëlqente të shihte djemt duke luajtur kur ishte në punë, të verifikonte nëse punonjësit e përkohshme po e bënin punën siç duhet, të kishte iluzionin se ende ishte e mundur të vëzhgonte gjithçka, të parashikonte gjithçka, të kontrollonte gjithçka. Por tani u bë një obsesion i vërtet, kompulsiv, i sëmur. Ai kalonte orë të tëra në zyrën e punës me ekranin e celularit hapur duke treguar imazhet live të shtëpisë në kohë reale.
Ulte volumin e mbledhjeve të rëndësishme për të vëzhguar Valbonën duke lëvizur në përdhoma si një hije e heshtur. E shite atë duke u kujdesur për djemt me një durim që duke i pafund, duke përgatitur ushqim me lëvizje të sakta dhe ekonomike, duke pastruar me një efikasitet që i shndërronte punët e shtëpisë në koreografi. Krijoi një rutinë të sëmur, zgjoi gjysmë ore më herët çdo mëngjes për të parë regjistrimet e natës së kaluar me shpejtësi të përshpejtuar. Gjatë ditës, mbante një skelet të shfletuesit gjithmonë hapur me kamerat live. Natën, para se të flinte, rishikonte momentet që i kishte shënuar si të dyshimta. Po flinte më pak, po hante më keq, po humbiste përqendrimin në mbledhjet e punës. Ortakët e tij filluan të bënin komente të tërthorta se ai ishte tepër i shpërqendruar, i munguar, i shkëputur nga shifrat dhe strategjitë e kompanisë. Në fillim, nuk pa asgjë të jashtëzakonshme. Ajo punonte me efikasitet, pa nxitim por pa humbur kohë. I trajtonte djemt me vendosmëri dhe durim në të njëjtën kohë, diçka që Artani nuk e kishte parë kurrë te asnjë punonjëse tjetër. Kur Genti kishte një krizë dhe fillonte të qante duke përplasur këmbët në dy sheme, Valbona thjesht ulej pranë tij dhe priste. Nuk përpiqej ta qetësonte, nuk nervozoi, nuk e thërriste Artanin e dëshpëruar. Thjesht priste derisa stuja të kalonte, dhe kur djali më në fund qetësohej, ajo i pastronte fytyrën me delikatesë dhe vazhdonte me rutinën sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por ishte në javën e dytë që Artani filloi të shihte gjëra që e lanë vërtet të shqetësuar. Një të martë pasdite, ai ishte në një videokonferencë të mërzitshme me investitor kur uli volumin dhe hapi kamerën e dhomës së lodrave. Valbona ishte aty me 3 djemë. Deri këtu, normale. Vetëm se ajo kishte sjell objekte që Artani nuk i kishte parë kurrë më parë në shtëpi. Kishte instrumente muzikore për fëmijë të shpërndara në 2 sheme. Një daulle e vogël me ngjyra, zile të madhësive të ndryshme, një tastier plastike, një trekëndësh metalik, maraka, një ksilofon. Artani rudhi vetullat. Përse dreqin po u jepte instrumente muzikore fëmijëve që nuk mund të dëgjonin? Ai vëzhgoi me vëmendje të dyfishuar. Valbona mori daullen dhe i ra, jo me forcë, por me goditje ritmike dhe të vazhdueshme. Djemt e shikuan me kuriozitet. Ajo pastaj vendosi dorën e Gentit sipër daulles dhe i ra përsëri. Djali buzëqeshi. Buzëqeshi vërtet, diçka që Artani e shihte aq rrallë sa gjithmonë bënte një foto mendore kur ndodhte. Genti mbështeti fytyrën te daulja ndërsa Valbona vazhdonte t'i binte, sikur po ndjente diçka që nuk ishte e dukshme, diçka që vinte nga brenda instrumentit. Artani ndaloi plotësisht së kushtuari vëmendje mbledhjes. Investitorët vazhdonin të flisnin për parashikimet e fitimit, por ai kishte syt të ngulitur në ekranin e vogël të celularit. Valbona bëri të njëjtën gjë me Mirin dhe Ronin. Ua vendosi duart në instrumente ndërsa prodhonte tinguj dhe të dy reaguan me shprehje magjepsieje, zbulimi. Nuk ishte normale. Fëmijët e shurdhër nuk duhej të reagonin kështu ndaj stimujve zanor. Përveç nëse nuk ishin plotësisht të shurdhër. Ideja i kaloi në përmend Artanit si një rrufe dhe ai e largoi menjëherë. E pamundur. Analizat ishin të qarta. Specialistë të shumt e kishin konfirmuar. Shurdhim i thellë bilateral, pa mundësi përmirësimi. Ai dhe Elira e kishin dëgjuar këtë aq shumë herë sa ishte bërë një e vërtet absolute, një fakt i pandryshueshëm i jetës së tyre. Por atëherë pse ajo sken po e prekte kaq shumë? Në ditët në vijim, Artani intensifikoi vëzhgimin. Shikonte regjistrimet e natës së kaluar në mëngjes para se të shkonte në punë, ndalonte mbledhjet për të parë imazhet live, arrinte në shtëpi më herët duke shpikur justifikime. Dhe sa më shumë shikonte, aq më shumë gjëra të çuditshme shihte. Valbona i përdorte instrumentet çdo ditë, gjithmonë në të njëjtën mënyrë metodike. I bënte fëmijët të mbështesnin duart, këmbët, ndonjëherë edhe të gjithë fytyrën në objekte ndërsa prodhonte dridhje. Dhe ata reagonin. Jo gjithmonë, jo në mënyrë të dukshme, por reagonin. Një vështrim ndryshe. Një buzëqeshje e papritur. Një lëvizje koke që dukej tepër e qëllimshme për të qenë rastësi. Kishte gjithashtu çështjen e objekteve personale të Elirës. Artani filloi të vinte re se Valbona i prekte ato me një frekuencë dhe një familiaritet që nuk kishin kuptim. Ai pa në regjistrime atë duke marrë kutinë muzikore, duke e hapur me kujdes, duke prekur balerinën prej porcelani që rrotullohej brenda.
E pa atë duke marrë një shall mëndafshi që ishte ruajtur në një sirtar të garderobës së çiftit, duke e shpalosur, duke e nuhatur, duke e palosur përsëri me një kujdes pothuajse reverencial. E pa atë duke parë fotot e vjetra të varura në murin e korridorit, fotot të Artanit dhe Elirës në udhëtime, në festa, në momente të lumtura që tani dukeshin se kishin ndodhur në një jetë tjetër. Sa herë që shihte këto skena, Artani ndjente një përzierje zemërimi dhe konfuzioni. Zemërim sepse ajo grua po pushtonte kujtime që nuk i përkisnin asaj. Konfuzion sepse mënyra se si ajo i shikonte ato objekte nuk ishte me kuriozitet apo lakmi. Ishte me njohje. Sikur ajo t'i njihte tashmë ato gjëra më parë, nga një vend tjetër, nga një kohë tjetër. Pika që derdhi gotën erdhi një të enjte, 10 ditë pasi Valbona kishte filluar punën. Artani ishte në zyrën e shtëpisë, gjoja duke rishikuar kontrata, por në të vërtetë duke parë kamerat në kohë reale. Ishte mesditë dhe Valbona i kishte vënë djemt për gjumin e pasdites. Ajo zbriti në kuzhinë, përgatiti një kafe dhe qëndroi në dritare duke parë kopshtin. Artani mendoi se do të bënte një pushim, do të çlodhej pak. Por pas disa minutash, ajo la filxhanin e kafes në lavaman, u ngjit shkallëve dhe shkoi në një dhomë që askush nuk e përdorte prej vitesh. Zyra e vjetër e Elirës në katin e 2. Artani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Ajo dhomë ishte e kyçur. Ai vetë e kishte mbyllur me çelës muaj pasi Elira u largua, i paf të duronte të shihte hapësirën e saj të ruajtur si një faltore. Tavolina ende kishte letra të saj, stilolapsa, një kompjuter të fikur. Raftet kishin libra që ajo i adhuronte. Kishte bim të thara në dritare, të vdekura nga mungesa e ujit dhe kujdesit. Ishte një vend fantazmash, kujtimesh tepër të dhimbshme për t'u vizituar. Por Valbona hyri. Thjesht hapi derën sikur të kishte çelësin, hyri dhe e mbylli pas vetes. Artani rriti volumin e kamerës, por nuk kishte zë në atë dhomë specifike. Ai e pa atë duke ecur ngadalë nëpër hapësirë, duke prekur gjërat, duke kaluar gishtat nëpër kurrizet e librave, duke marrë një fletore që ishte sipër tavolinës. Ajo hapi fletoren, lexoi disa faqe, çoi dorën në fytyrë sikur po qante, e mbylli fletoren dhe e vendosi përsëri në vendin e saktë ku ishte. Artani nuk duroi dot. Fiku kompjuterin, zbriti shkallët duke bërë zhurmë me qëllim që ajo ta dinte se ishte në shtëpi, u ngjit në katin e 2 dhe trokiti në derën e zyrës së Elirës. Valbona e hapi pothuajse menjëherë, me fytyrë të qetë, pa asnjë gjurmë faji apo befasje. Ti hyre këtu, ishte gjëja e parë që tha Artani, dhe zëri i doli më agresiv se sa kishte ndërmend. Hyra, u përgjigj Valbona me thjeshtësi. Si e ke çelësin e kësaj dhome? E gjeta në sirtarin e kuzhinës, bashkë me çelësa të tjerë të vjetër. Artani e dinte se po gënjente. Ai kishte të gjithë çelësat e rëndësishëm me vete, gjithmonë. Por para se të mund ta konfrontonte, Valbona vazhdoi. Më fal nëse pushtova një hapësirë që nuk duaj. Pash që kjo dhomë ishte e mbyllur prej kohësh dhe mendova se kishte nevojë për një pastrim. Ka myk në perde dhe bimët kanë vdekur prej vitesh. Shpjegimi ishte i arsyeshëm, por Artani nuk mund ta pranonte. Jo kur e kishte parë atë duke qartë duke lexuar fletoren e Elirës. Jo kur çdo fije e trupit të tij bërtiste se kishte diçka shumë të gabuar aty. Ai qëndroi në derë, i bllokuar midis dëshirës për ta pushuar Valbonën në çast dhe frikës nga kaosi që do të kthehej në jetën e tij nëse ajo largohej. Mos i prek më gjërat personale të gruas si me të ndjerë, tha ai më në fund, me një ftohtësi që befasoi edhe vetë atë. Ti je punësuar për t'u kujdesur për shtëpinë dhe fëmijët. Vetëm kaq. Valbona tundi kokën pa thënë asgjë, doli nga dhoma dhe shkoi në korridor. Artani qëndroi aty për disa minuta të tjera, duke parë përreth zyrës së Elirës, duke ndjerë peshën e kujtimeve që binin mbi të si një ortej. Kur më në fund doli dhe e kyçi derën përsëri, duke futur çelësin në xhep, ai u betua vetes se do të zbulonte se kush ishte Valbona në të vërtetë. Sepse çdo ditë që kalonte, çdo skenë që shihte në kamera, çdo gjest i vogël i saj e binte më shumë për një gjë, ajo grua nuk ishte aty rastësisht, dhe çfarëdo që ajo po kërkonte, nuk kishte të bënte fare me pagën apo punën. Krishtlindjet po afroheshin me një shpejtësi që e linte Artanin gjithnjë e më të tensionuar. Shtëpia ishte dekoruar që në fillim të dhjetorit me një pemë gati 3 metra në sallonin kryesor, kurora të importuara në dyer, drita të bardha vezulluese në çdo dritare, një skenë lindjeje e vjetër napolitane në hyrje. Gjithçka e patëmet, gjithçka.
Perfekte, gjithçka saktësisht siç do të prisnin të shihnin të ftuarit në një vilë pranë liçenit. Por pas fasadës së Krishtlindjeve, dyshimi i Artanit rritej si një hije që gëlltiste çdo dhomë. 3 ditë para vigjiljes, ai mori një vendim. Shpiku një udhëtim urgjent pune, i tha Valbonës se duhej të zgjidhte diçka në Durrës dhe se do të kthehej vetëm në fund të pasdites së 24-s, afër orës së darkës. Përgatiti valixhen me rroba, e vendosi në makinë në garazh për t'i dhënë vërtetësi gënjeshtrës, dhe në mëngjesin e 23-s doli nga shtëpia sikur vërtet do të udhëtonte. Valbona mezi reagoi ndaj lajmit, thjesht tundi kokën dhe tha se do të kujdesej për gjithçka ndërsa ai ishte larg. Artani shkoi me makinë deri në një hotel në qendër të Tiranës, bëri çeçkin, la valixhen në dhomë dhe u kthye në shtëpi 2 orë më vonë, duke hyrë në heshtje nga dera anësore që të çonte direkt në zyrën e katit të dytë. U mbyll aty me ujë, kafe, disa sanduiçe dhe një vendosmëri të egër për të zbuluar më në fund të vërtetën për atë grua. Kishte 3 ekrane kompjuteri të montuar në tavolinë, secili duke treguar pamje të ndryshme nga kamerat. Nuk do të humbiste asnjë lëvizje të vetme. Orët e para të 23-s ishin tepër normale për ta qetësuar Artanin. Valbona i zgjoi djemt në orarin e zakonshëm, përgatiti mëngjesin, u bëri dush të 3-ve me një durim që vazhdonte të ishte mbreslënës edhe pas disa javësh. I çoi në këndin e lojrave në kopsht, luajti kapërcythi vizual duke përdorur gjeste të egzageruara që i bënin të qeshnin. Drek, gjumë pasdite, zamër. Gjithçka brenda rutinës së vendosur, asgjë jashtë të zakonshmes. Artani filloi të pyeste veten nëse po çmendej, nëse gjithë ajo paranoj nuk ishte veç se pasqyrimi i traumës së tij të papërpunuar. Por pastaj erdhi vigjilja e Krishtlindjeve, 24 dhjetor, dhe gjithçka ndryshoi. Mëngjesi filloi si çdo tjetër. Valbona u zgjua herët para se dielli të zbardhte plotësisht. Përgatiti kafen e saj, e piu në heshtje duke parë nga dritarja e kuzhinës, pastaj u ngjit dhe i zgjoi djemë. Artani shikonte gjithçka nga 3 ekranet, duke shënuar orare, sjellje, duke u përpjekur të gjente modele që mund të zbulonin qëllime të fshehura. Mëngjesi kaloi pa incidente. Trenjakët ishin veçanërisht të shqetësuar, ndoshta duke ndjer energjinë e ndryshme të ditës festive që po afrohej, ose ndoshta thjesht duke qenë fëmijë 3 vjeç me energji të pafund dhe pa asnjë filtr vetkontrolli. Rreth orës 10 të mëngjesit, pasi djemt mbaruan së luajturi në sallon, Valbona bëri diçka ndryshe. I mori të 3 dhe i çoi në dhomën e lodrave në katin e parë. Deri këtu, asgjë anormale. Por pastaj ajo mbylli perdet e dhomës, duke e zhytur ambientin në një gjysmërësirë që kamerat me vizion natë e kapën në mënyrë perfekte. Largoi mobiljet duke krijuar një hapësirë të madhe rrethore në qendër të dhomës. Dhe pastaj solli ato instrumente muzikore që Artani i kishte parë më parë, vetëm se këtë herë në sasi shumë më të madhe. Kishte një tupan të madh profesional, nga ata që përdoren në dasma. Një altoparlant të vogël portativ që e lidhi me celularin. Tenxhere metalike të madhësive të ndryshme, të kthyera përmbys. Një tastier të vogël elektronike. Zile, maraka, 3 këndësha, pjata baterie. Ajo i organizoi të gjitha në një rreth, si një lloj altari zanor, dhe i uli 3 djemt në qendër. Artani u përkul përpara në karrigen e zyrës, zemra i rrite më shpejt. Çfarë dreqin po bënte? Valbona filloi ngadalë. Mori tupanin e madh dhe i ra një herë, me forcë. Artani nuk mund të dëgjonte përmes kamerave pa zë, por pa ndikimin vizual të lëvizjes, jehonën që duhet të ishte duke mbushur dhomën. Djemt shikuan tupanin me kuriozitet. Ajo i ra përsëri dhe këtë herë vendosi dorën e gentit si për lëkurës së vendosur të instrumentit, ndërsa vazhdonte t'i binte me dorën tjetër. Djali zgurdulloi syt. Jo nga frika, por nga zbulimi. Valbona bëri të njëjtën gjë me Mirin dhe Ronin. I la të ndjenin dridhjen e tupanit përmes pëllëmbëve të duarve, përmes prekjes së drejt për drejt me burimin e zërit. Dhe të 3 reaguan. Nuk ishin reagime të vogla apo të paqarta. Ishin reagime të qarta, të pamohueshme, të qëndrueshme. Genti buzëqeshi me atë mënyrën e gjerë që shfaqej rrallë. Miri përplasi duar duke imituar lëvizjen e saj. Roni mbështeti të gjithë fytyrën të tupani, sikur të donte të zhytet brenda dridhjes. Artani ndjeu diçka të thyej brenda gjoksit. Kjo nuk ishte normale. Fëmijët plotësisht të shurdhër nuk duhej të reagonin kështu.
Ai kishte lexuar gjithçka për shurdimin e thellë kur djemt u diagnostikuan. Kishte konsultuar specialistët më të mirë të Tiranës, të Romës, madje edhe të Vjenës. Të gjithë thanë të njëjtën gjë, shurdim i thellë bilateral pa mundësi perceptimi zanor. Fëmijët mund të ndjenin dridhje të forta përmes prekjes, por kjo nuk ishte të dëgjuarit. Ishte thjesht ndjesi fizike, pa lidhje neurologjike me përpunimin dëgjimor. Por ajo që po shite në ekrane dukej shumë më tepër se një reagim i thjesht taktil. Kishte qëllimshmëri. Kishte njohje. Kishte diçka që nuk arrinte ta emërtonte, por që lëkunte çdo siguri që kishte ndërtuar në 2 vitet e fundit. Valbona vazhdoi seancën për gati 1 orë. Përdori instrumente të ndryshme, testoi frekuenca të ndryshme përmes altoparlantit, vëzhgoi çdo reagim me një vëmendje pothuajse shkencore. Shënonte gjëra në një fletore të vogël që kishte sjell me vete. Ndonjëherë qante në heshtje, duke fshirë lotët me kurrizin e dorës pa ndaluar atë që po bënte. Artani shihte gjithçka, thifte çdo detaj, ndjente mendjen e tij duke u rishkruar në kohë reale. Skena më tronditse ndodhi rreth orës 11:30. Valbona e pozicionoi Gentin me shpinë nga ajo, jashtë fushës së shikimit të djalit. Ajo qëndroi rreth 3 metra larg. Mori 2 pjata baterie dhe I përplasi me njëra tjetrën, duke krijuar një tingull që Artani e imagjinonte të ishte I mbret dhe depërtues. Genti ktheu kokën. Jo plotësisht, jo në drejtimin e saktë, por e ktheu. Dhe kur Valbona I përplasi përsëri, djali lëvizi, duke kërkuar vizualisht origjinën e asaj që kishte kapur. Artani e ndaloi imazhin. E ktheu pas. E pa përsëri. Dhe përsëri. U përpoq të gjente një shpjegim alternativ. Rrym ajri. Hije. Reflektim drite. Rastësi. Por nuk kishte asgjë nga këto. Ambienti ishte I kontrolluar, I izoluar, pa variabla të jashtme. Reagimi kishte qenë ndaj tingullit dhe nuk kishte si ta mohonte. Ai mori celularin me duar që I dridheshin dhe kërkoi kontaktin e një specialisti që kishte konsultuar muaj më parë, një otorinolaringolog pediatër I njohur që punonte në një spital privat pranë rrugës së Dibrës. I shpjegoi se I duhej një konsult urgjente, se ishte emergjencë, se do të paguante çfarëdo që të ishte e nevojshme. Recepcionistja I tha se ishte vigjilja e Krishtlindjeve dhe mjeku tashmë ishte me pushime. Artani këmbënguli, ofroi 3 fishin e vlerës së konsultës. 15 minuta më vonë, mori konfirmimin, mjeku mund t'i priste në orën 3 pasdite. Artani zbriti nga zyra duke bërë sa më shumë zhurmë të ishte e mundur, duke përplasur dyer, duke thirrur Valbonën. Ajo u shfaq në shkallë me një shprehje të qetë, sikur tashmë e priste këtë. U ktheva më herët, tha ai, zëri I doli më I lartë se sa kishte ndërmend. Duhet t'i çojmë djemt te mjeku. Tani. Valbona nuk pyeti pse. Nuk shfaqi habi. Thjesht tha se do t'i përgatiste djemt dhe se do të ishin gati për 20 minuta. Rruga deri te konsulta ishte e tensionuar dhe e heshtur. Trenjakët ishin në karriget e sigurisë në sediljen e pasme, tepër të urtë për fëmijë që zakonisht e urrenin makinën. Valbona ishte në sediljen e pasagjerit duke parë nga dritarja pa thënë asnjë fjalë. Artani I jepte makinës në mënyrë automatike, mendja I rrotulloi në unaza mendimesh kontradiktore. Po sikur analizat e mëparshme të ishin gabim, po sikur të kishte diçka që të gjithë e kishin humbur, po sikur Valbona të kishte zbuluar në pak javë atë që specialistët nuk e pan në vite. Mjeku, doktor Petrit Leka, ishte një burr rreth të 60-tave, me flokë të thinjur dhe syze me skelet të hollë. I priti në një dhomë private të klinikës, larg rrëmujës normale të urgjencave. I ekzaminoi 3 djemt me durim dhe saktësi, duke përsëritur testet që Artani I kishte parë 10 herë. Otoskopi, refleks akustik, timpanometri, vëzhgim I sjelljes. 1 orë e gjysmë ekzaminimesh që u dukën si një përjetësi. Kur më në fund e thiri Artanin për të biseduar, mjeku kishte atë shprehjen që profesionistët e shëndetësisë zhvillojnë kur duhet të japin lajme të vështira pa e shkatëruar plotësisht shpresën. Zoti Artan, analizat konfirmojnë diagnozën e mëparshme, filloi ai, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Djemt tuaj kanë shurdim të thellë bilateral. Struktura e veshit të brendshëm është e dëmtuar, nuk ka funksion koklear të dallueshëm në testet konvencionale. Artani ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Por,
Mjeku ngriti dorën duke kërkuar durim. Por, vazhdoi ai, ekziston një fenomen i njohur por i rrallë që mund të shpjegojë disa nga reagimet që përshkrua. Disa fëmijë me shurdhim të thellë zhvillojnë një ndjeshmëri të jashtëzakonshme ndaj dridhjeve me frekuencë të ulët. Nuk është dëgjim në kuptimin tradicional. Është një formë perceptimi taktil jashtëzakonisht i rafinuar, pothuajse si një shisë e gjashtë. Ata kapin dridhje përmes kockave, përmes gjithë trupit dhe truri e përpunon këtë në një mënyrë që mund të simulojë disa përgjigje dëgjimore. Pra, ata ndjejnë, por nuk dëgjojnë? Është një vije holl, pranoi doktor Leka. Teknikisht, nuk po dëgjojnë tinguj siç i dëgjojmë ne. Por po e perceptojnë botën zanore në një mënyrë unike. Me stimuj të duhur, trajnim të përshtatshëm, kjo mund të zhvillohet për të përmirësuar komunikimin dhe cilësinë e jetës së tyre. Artani u kthye në dhomën e pritjes i trullosur. Valbona po luante me djemt në një cep, duke përdorur gjeste të thjeshta që ata i ndiqnin me vëmendje. Ai ndaloi në derë duke vëzhguar skenën sikur ta shihte për herë të parë. Ajo grua kishte zbuluar në pak javë atë që ai nuk kishte arritur ta shihte në vite. Dhe pyetja që i diqte në fyt nuk ishte më si dinte ta bënte këtë, por pse i interesonte kaq shumë. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, do t'i besonit menjëherë Valbonës apo do të vazhdonit të dyshonit? Na tregoni në komente. Rruga e kthimit për në shtëpi ishte ndryshe. Artani i jepte makinës më ngadalë, duke përpunuar gjithçka që kishte thënë mjeku. Valbona vazhdonte të ishte e heshtur, por kishte një tension në ajër që nuk ekzistonte më parë. Kur arritën në shtëpi dhe i vun djemt të pushonin, ishte pothuajse 6 pasdite. Darka e Krishtlindjeve ishte caktuar për në orën 8. Të ftuarit do të arrinin së shpejti. Por Artani nuk mund të mendonte për asgjë tjetër përveç pyetjeve që nuk i kishte bërë. Ai e gjeti Valbonën në kuzhinë, duke përgatitur darkën që e kishte filluar në mëngjes. Gjel deti duke u pjekur në furrë, sallatë ruse e gatshme në një enë të madhe, sallata të tjera të organizuara në frigorifer. Gjithçka perfekte, gjithçka në pikën e duhur, sikur të mos kishte kaluar gjithë pasditen në një klinikë mjekësore duke u përballur me zbulime që rishkruanin realitetin. Duhet të flasim, tha Artani, dhe zëri i doli më i vendosur se sa ndihej. Valbona fiku furrën, fshiu duart në një pecet kuzhine dhe u kthye për ta parë në sy. Kishte diçka ndryshe në vështrimin e saj. Nuk ishte më punonjësja efikase dhe diskrete. Ishte dikush i lodhur nga mbajtja e sekreteve. E di, u përgjigj ajo thjesht. Ata shkuan në sallon, larg kuzhinës, larg dhomave ku flinin djemë. U ulën në karrige përballë njëri tjetrit, si kundërshtar para një negocimi. Artani mblodhi guximin dhe bëri pyetjen që e kishte shmangur për javësh. Kush je ti? Vërtet. Dhe mos më hajde me atë historinë se je thjesht një punonjëse që i duhej punë. Valbona mori frym thellë. Për një moment, Artani mendoi se do të ngrihej dhe do të ikte pa u përgjigjur. Por pastaj ajo filloi të fliste dhe çdo fjalë ishte si një gur i hedhur në një liçen, duke krijuar valë që zgjeroheshin dhe ndryshonin gjithçka. Kam punuar me një fëmijë të shurdhër disa vite më parë. Kjo është e vërtetë. Por nuk ishte thjesht një fëmijë çfarëdo. Isha unë. Unë u diagnostikova me shurdhim të thellë kur isha foshnjë. Prindërit më quan të mjekët më të mirë dhe të gjithë thanë të njëjtën gjë që ke dëgjuar ti për djemt e tu, pa shërim, pa kthim, pa shpresë për ndryshim. Artani ndjeu një të dridhur ti përshkonte shtyllën kurrizore. Vazhdo. Vetëm se kur isha rreth 7 vjeç, një logopede ndryshe vuri re diçka që të tjerët e kishin injoruar. Unë reagoja ndaj tingujve shumë të ulët, ndaj dridhjeve specifike. Nuk ishte dëgjim normal, por ishte diçka. Ajo zhvilloi një program stimulimi të veçantë për mua. U deshën vite, por unë mësova ta përdorja këtë perceptim në një mënyrë që më lejoi të integrohesha më mirë me botën. Nuk dëgjoj siç dëgjon ti, dëgjoj përmes gjithë trupit tim, përmes kockave, lëkurës, në mënyra që shkenca ende nuk i kupton. Plotësisht. Artani ishte i hipnotizuar. Dhe djemt e mi kanë të njëjtin model që kisha unë. E pash në sytë e tyre herën e parë që i takova. Atë kërkim të frustruar, atë ndjesi të qenit i bllokuar brenda një heshtjeje që nuk është e plot, por që askush tjetër nuk e kupton. Prandaj solla instrumentet. Prandaj bëra testet. Sepse më duhej të isha e sigurt para se të flisja.
Ka kuptim, pranoi Artani, por ende kishte diçka që nuk përputhej. Por kjo nuk shpjegon pse je kaq e përfshirë emocionalisht. Pse qanë kur je me ta? Pse i prek gjërat e Elirës? Pse e njeh këtë shtëpi sikur të kishe jetuar këtu? Valbona mbylli syt. Kur i hapi përsëri, ishin plot lot që nuk u përpoq t'i fshite. Sepse unë nuk erdha këtu vetëm për të punuar, Artan. Erdha sepse këta fëmijë janë familja ime. Elira ishte motra ime. Gjysmë motër biologjike. Unë dam kur ishim foshnja, të adoptuara nga familje të ndryshme. E zbulova këtë vetëm një vit më parë, kur fillova të kërkoja familjen time biologjike. Dhe kur më në fund mblodha guximin të provoja të kontaktoja, zbulova se ishte tepër vonë. Ajo tashmë ishte larguar. Heshtja që pasoi ishte aq e dendur sa dukej solide. Artani shikoi Valbonën sikur ta shihte për herë të parë, duke kërkuar ngjashmëri, dallime, prova. Dhe pastaj e kuptoi, syt. Elira kishte po ata sy të errët dhe të thellë. Mënyrën si e anonte kokën kur mendonte. Buzëqeshjen e lehtë kur diçka e befasonte. Ti e motra e Elirës, përsëriti ai, duke u përpjekur t'i bënte fjalët të kishin kuptim. Jam. Dhe këta 3 djem janë nipërit e mi. E vetmja familje që më ka mbetur. Prandaj më duhej të isha pranë tyre. Prandaj pranova të vija si punonjëse në vend që të vija këtu duke kërkuar njohje. Sepse e dija që ti kur nuk do të më besoje. E dija që duhej të provoja se e meritoj të jem pjesë e jetës së tyre. Lotët e Artanit erdhen pa paralajmërim, duke thyer vite të tëra për mbajtje emocionale. Ai qau për gruan që humbi, për djemt që nuk i kuptonte plotësisht, për motrën e saj që erdhi tepër vonë, për të gjitha vitet e humbura në diagnoza të paplota dhe shpresa të varrosura. Dhe Valbona qau me të 2 njerëz të bashkuar nga e njëjta humbje, nga e njëjta shpresë, nga e njëjta vendosmëri për të bërë ndryshe që aty e tutje. Jashtë, dritat e Krishtlindjeve vazhdonin të vezullonin. Të ftuarit do të fillonin të arrinin së shpejti. Darka duhej të përfundojë. Por në atë moment, brenda asaj dhome, po ndodhte diçka shumë më e rëndësishme se çdo festë performuese. Po ndodhte një rifillim. Po ndodhte e vërteta që më në fund dilte në dritë. Dhe po ndodhte një familje që po formohej jo vetëm nga gjaku, por nga zgjedhja për të qenë i pranishëm, për të luftuar së bashku, për ta shndërruar të pamundurën në thjesht të vështirë. Darka e Krishtlindjeve atë natë u mbajt, por ishte krejtësisht ndryshe nga sa kishte planifikuar Artani. Të ftuarit arritën dhe gjetën një tryez të pasur, një shtëpi të dekoruar, por edhe 2 të rritur me sy të kuq dhe 3 fëmijë që më në fund dukeshin në paqe. E ama e Artanit, zonja Tefta, e kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Nuk pyeti para të gjithëve, por e tërhoqi të birin në një cep të kuzhinës dhe kërkoi të dinte se çfarë po ndodhte. Artani i tregoi gjithçka. Për Valbonën që ishte motra e Elirës. Për zbulimin e perceptimit të ndryshëm zanor të trenjakët. Për vitet e humbura duke besuar në diagnoza të paplota. Zonja Tefta dëgjoi gjithçka në heshtje, pastaj bëri diçka që e befasoi Artanin, e përqafoi Valbonën sikur të ishte një bij që kthehej nga një udhëtim i gjallë. Lajmi u përhap shpejt mes familjarëve të pranishëm, dhe ajo që duhej të ishte një darkë formale u kthye në një mbledhje plot lot, përqafime dhe ndjesinë se më në fund diçka ishte vendosur në vendin e duhur. Por zbulimi më tronditës ishte ende për të ardhur. Ndodhi të nesërmen, 25 dhjetor, ditën e Krishtlindjeve. Të ftuarit ishin larguar vonë natën e kaluar. Shtëpia ishte në heshtje, me vetëm mbetjet e festës që prisnin të organizoheshin. Artani u zgjua herët, i paf të flinte përsëri pas gjithçkaje që kishte ndodhur në 24 orët e fundit. Gjeti Valbonën tashmë zgjuar në kuzhinë, duke përgatitur kafe sikur ajo të ishte thjesht një mëngjes tjetër i zakonshëm, dhe jo dita pas zbulimit që ndryshoi gjithçka. Ata pinë kafe së bashku në heshtje, duke përpunuar, duke riorganizuar mendimet. Ishte Valbona ajo që e theu heshtjen e para, duke pyetur diçka që kishte mbetur pezull në bisedën e vigjiljes. Ti ke ruajtur gjërat e Elirës, objektet e saj personale. Pash që ka një zyrë të mbyllur atje lart. A do të pengonte nëse do ta shija? Jo për të prekur gjë, thjesht për të ndjerë se jam pranë saj në një farë mënyre. Artani hezitoi. Ajo dhomë ishte një faltore e paprekur, një vend dhimbje që ai e shmangte prej vitesh.
Por shikoj Valbonën, atë grua që ishte motra e personit që kishte dashur më shumë në jetë, dhe kuptoj se ndoshta ishte koha për ta hapur atë derë jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Ata u ngjitën së bashku në katin e dytë. Artani e hapi derën e zyrës së Elirës me duar që i dridheshin lehtë. Dhoma ishte saktësisht siç e kishte lënë ajo. Pluhur që mbulonte të gjitha sipërfaqet, bimë të vdekura në dritare, letra të shpërndara mbi tavolinën e punës. Libra psikologjie dhe edukimi fëmijësh në rafte, sepse Elira kishte filluar të studionte mënyra për të ndihmuar fëmijët me nevoja të veçanta, specifikisht djemtë e saj. Kishte foto të varura në mure që tregonin momente të lumtura që dukeshin se kishin ndodhur në një jetë tjetër. Valbona eci nëpër hapësirë si dikush që ecën nëpër një muze të shenjtë, duke prekur me delikatesë objektet, duke lexuar tituj librash, duke vëzhguar fotot me një intensitet të dhimbshëm. Ndaloi para një fotoje specifike, Elira shtatzën, duke buzëqeshur me duart në barkun e madh, duke parë kamerën me atë përzierje frike dhe shprese që kanë të gjitha nënat për herë të parë. Valbona preku xhamin e kornizës dhe qau në heshtje. Artani e vëzhgonte nga dera, duke ndier dhimbjen e tij të përziej me të sajën. Pas disa minutash, ai hyri plotësisht në dhomë, shkoi te një dollap i kyçur që ndodhej në cep dhe e hapi me një çelës që e mbante gjithmonë në tufën e çelësave, por nuk e kishte përdorur kurrë kur Elira u largua. Brenda kishte kuti, dosje, dokumente dhe një ditar me kopertinë lëkure kafe me inicialet e Elirës të gdhendura në ar. Nuk kam pasur kur guxim ta lexoj këtë, tha Artani, duke marrë ditarin me nderim. Ishte ditari i saj personal. E dija që ekzistonte, por gjithmonë kam menduar se do të ishte tepër ndërhyrëse ta hapja pasi ajo iku. Por tani mendoj se duhet ta lexojmë. Së bashku. Ata u ulën në dyshemen e zyrës, të mbështetur pas murit, me ditarin hapur mes tyre. Faqet e para ishin të vjetra, nga koha kur Elira ishte shtatzën. Ajo fliste për frikërat rreth mëmësisë së trenjakëve, për pritshmëritë, për ëndrat për të ardhmen. Pastaj vinin shënimet për diagnozën e shurdhimit, faqe plot dhimbje, zemërim, pyetje se pse u kishte ndodhur atyre. Por ndërsa përparonin në lexim, toni ndryshonte. Elira fillonte të shkruante për pranimin, për format alternative të komunikimit, për bukurinë e rritjes së 3 fëmijëve unik që do ta shihnin botën në një mënyrë tjetër. Dhe pastaj, në faqet e fundit, të shkruara pak muaj para se të largohej, fillonin shënimet për kërkimin e motrës së humbur. Elira shkruante se si kishte zbuluar ekzistencën e Valbonës përmes një kërkimi të rastësishëm në regjistrat e adoptimit. Për tronditjen e zbulimit se kishte një motër biologjike që nuk e kishte njohur kurrë, të ndarë prej saj ende foshnjë nga vendime të komplikuara familjare mbi të cilat asnjëra nuk kishte pasur kontroll. Për frikën e kontaktit, të refuzimit, të hapjes së plagëve të vjetra. Por edhe për shpresën. Shpresën se ndoshta ajo motër mund të ishte pjesë e jetës së trenjakëve, mund të ofronte një lidhje familjare që e meritonin. Artani dhe Valbona lexonin në heshtje, lotët u rridhnin lirshëm, duke kthyer faqet me kujdes. Dhe pastaj arritën të shënimi i fundit, i datuar një javë para se Elira të largohej. Teksti ishte i shkurtër por shkatërues në thjeshtësinë e tij. Sot mora adresën e saj përmes një punonjësie sociale në pension që ka punuar në procesin e adoptimit. Do ta kërkoj javën tjetër. Kam kaq shumë frikë, por edhe kaq shumë shpresë. Dua që djemtë e mi ta njohin tezën e tyre. Dua që Valbona ta di se ka një familje që e pret. Dua që ajo të kuptoj se edhe pse të ndara për kaq shumë vite, gjaku na bashkon dhe dashuria mund të na ribashkojë. Poshtë ishte një adresë e shkruar me stilo laps. Ishte adresa ku Valbona jetonte në atë kohë, në Durrës. Elira kishte arritur kaq afër. Sikur të kishte jetuar vetëm disa ditë më shumë, do ta kishte bërë kontaktin. Do ta kishte hapur atë derë që Valbona përfundimisht e hapi vetë, një vit e gjysmë më vonë, kur më në fund mblodhi guximin të hetonte dhe të zbulonte se motra që nuk e njohu kurrë nuk ishte më aty për t'u gjetur. Valbona e përqafoi ditarin në gjoks sikur të përqafonte vetë Elirën. Artani i hodhi krahun rreth supeve të saj dhe të dy qëndruan aty në dyshemen e asaj zyre të pluhurosur, duke qarë së bashku, duke ndarë një dhimbje që më në fund kishte gjetur shoqëri. Nuk ishin më dy të huaj të bashkuar rastësisht. Ishin familje. Të bashkuar nga humbja, por edhe nga zgjedhja për të vazhduar përpara së bashku.
Në ditët që pasuan Krishtlindjet, shtëpia pranë liçenit filloi të ndryshonte në një mënyrë që shkonte shumë përtej dekorit apo organizimit. Kishte jetë që po kthehej në ato dhoma që kishin qenë të heshtura për kaq shumë kohë. Valbona pushoi se qeni punonjëse dhe u bë zyrtarisht pjesë e familjes. Artani përditësoi dokumentet, siguroi të drejtat ligjore, krijoi një fond mirëbesimi për nipërit që ajo tani mund t'i quante të sajet pa pasur nevojë të fshihte të vërtetën. Më e rëndësishmja, ata filluan të punonin së bashku në zhvillimin e trenjakëve. Artani përdori gjithë ndikimin dhe burimet e tij për të caktuar konsulta me specialist në raste të rralla të perceptimit atipik dëgjimor. Valbona ndau gjithçka që kishte mësuar në rrugëtimin e saj, ushtrimet që kishin bërë diferencën, teknikat që kishin funksionuar. Montuan një dhomë të tërë të dedikuar stimujve zanor të kontrolluar, me instrumente të frekuencave të ndryshme, pllaka taktile që përkthenin tingullin në dridhje, teknologji ndihmëse të gjeneratës së fundit. Genti, Miri dhe Roni filluan të reagonin në mënyra gjithnjë e më të qëndrueshme. Nuk ishte një transformim i mrekullueshëm brenda natës, por ishte progres real, i matshëm. Ata mësuan të lidhnin dridhje të caktuara me veprime specifike. Zhvilluan një formë unike komunikimi që kombinonte gjuhën shqipe të shenjave formale me shenja të shpikura prej tyre dhe reagime ndaj stimujve vibrues. Filluan të buzëqeshnin më shumë, të kishin më pak kriza frustrimi, të ndiheshin më pak të humbur në botën e heshtur ku banonin. Artani gjithashtu ndryshoi. Burri që ishte fshehur pas tabelave dhe kontrollit obsesiv filloi t'ia lejonte vetes të ndjente përsëri. Qau më shumë në ata muajt e parë pas Krishtlindjeve se sa kishte qarë në 2 vitet e mëparshme të marra së bashku. Por ishin lot të ndryshëm. Nuk ishin më të dëshpërimit apo vetmisë. Ishin të shërimit, të pranimit, të mirënjohjes që kishte gjetur te Valbona jo vetëm ndihmë praktike, por një urkëthimi te e lira, një mënyrë për të mbajtur gjallë kujtimin e gruas përmes motrës që ajo nuk pati kur shansin ta njihte. Shtëpia pranë liçenit pushoi së qeni një mauzole heshtjeje. Zyra e Elirës u hap, u pastrua, u shndërrua në një hapësirë kujtimesh të përbashkëta ku Artani dhe Valbona ndonjëherë u leshin për të biseduar për të mbajtur gjallë praninë e saj përmes historive. Fotot që ishin ruajtur u kthyen në mure. Objektet e saj personale u rishpërndan nëpër shtëpi, jo si faltore të paprekshme, por si kujtime të buta se dashuria nuk mbaron me largimin fizik. 6 muaj pas Krishtlindjeve që ndryshuan gjithçka, në një ditë me diell të qershorit, ndodhi diçka që Artani do ta ruante përgjithmonë në kujtesë. Ata ishin të gjithë në dhomën e stimujve, duke punuar me djemt në një seancë perceptimi vibrues. Valbona po I binte një tupani të thellë në një frekuencë specifike që trenjakët e kishin mësuar ta lidhnin me kohën për të ndaluar dhe për të kushtuar vëmendje. Genti, që gjithmonë ishte më reaguesi, nuk po e shikonte drejt për drejt atë. Po luante me një makinë në cep të dhomës. Valbona I ra tupanit 3 herë në modelin që kishin vendosur si thirrje. Dhe Genti ndaloi. E lëshoi makinën. U kthye plotësisht në drejtim të saj. Dhe pastaj, për herë të parë në jetë, u përpoq të formonte një tingull vokal të qëllimshëm, duke e kombinuar me një shenjë të gjuhës së shenjave që do të thoshte të dëgjoj, e përshtatur në të perceptoj. Tingulli që doli ishte grykor, I papërsosur, por I ngarkuar me qëllim. Artani dhe Valbona u pan në sy me syt plot lodh. Nuk ishte tingulli I përsosur që prindërit e zakonshëm presin të dëgjojnë nga fëmijët e tyre. Por ishte komunikim. Ishte lidhje. Ishte Genti që thoshte, në të vetmen mënyrë që trupi I tij e lejonte, se ai kuptonte, se po mësonte, se nuk ishte më I humbur vetëm në heshtje. Në muajt që pasuan, të 3 djemtë zhvilluan format e tyre të shprehjes. Nuk do të flisnin kurrë si fëmijët me dëgjim tipik. Por gjetën një gjuhë që ishte e tyre, që përziente shenja, shprehje fytyre, vokalizime unike dhe reagime ndaj dridhjeve. Dhe më e rëndësishmja, gjetën një familje që I kuptonte, që nuk përpiqej t'i detyronte të përshtateshin në një kallëp normaliteti, por që festonte mënyrën unike se si ata ekzistonin në botë. Artani shikonte atë familje që ishte formuar në mënyra kaq të pamundura dhe ndjente diçka që nuk e ndjente prej vitesh, paqe. Jo paqen e atij që I ka të gjitha të zgjidhura apo që nuk përballet më me sfida. Por paqen e atij që më në fund pushoi së luftuari vetëm, që gjeti shoqëri në rrugëtim, që mësoi se familja nuk është vetëm gjak apo mbiemër, por zgjedhje e përditshme për të qenë I pranishëm, për të luftuar së bashku. Për ta shndërruar dhimbjen në forcë të përbashkët.
Dhe kur trenjakët vraponin nëpër sallon, të tre së bashku në një kaos të koordinuar energjie fëminore, duke përqafuar këmbët e Artanit dhe Valbonës, duke qeshur me atë mënyrën unike që vetëm ata kishin. Duke mbështetur duart e vogla në instrumentet që dridheshin si rrahje zemre të amplifikuara, Artani më në fund e kuptonte. Mrekullia nuk kishte qenë kthimi i dëgjimit në kuptimin tradicional. Mrekullia kishte qenë shumë më e madhe, gjetja e së vërtetës së fshehur në vigjilje të Krishtlindjeve, ndërtimi i faljes në ditët në vijim dhe formimi i një familjeje që lindi 2 herë, së pari në gjakun që rrifte në venat e Elirës dhe Valbonës. Pastaj në zgjedhjen e ndërgjegjshme të Artanit për të hapur dyert jo vetëm të shtëpisë, por edhe të zemrës. Krishtlindjet e ardhshme ishin krejtësisht ndryshe. Pa fasada, pa nevojën për të bërë përshtypje askujt. Vetëm një familje e vërtet, me të gjitha papërsosmëritë dhe gjithë bukurinë e saj, duke festuar jo datën në kalendar, por faktin që ishin bashkë. Valbona përgatiti darkën duke përdorur receta të vjetra që Elira i kishte lënë të shënuara. Trenjakët ndihmuan në dekorimin e pemës, secili në mënyrën e tij kaotike dhe magjepsëse. Artani bëri mira foto, jo për t'i postuar në rrjetet sociale apo për t'ua treguar të njohurve, por për t'i ruajtur në albume që një ditë do t'ua tregonin atë histori djembe kur të rriteshin. Dhe atë natë, pasi djemt fjetën të raskapitur nga aq shumë lojra, Artani dhe Valbona u ulën në balkon duke parë qiellin e Tiranës të ndriçuar nga miliona drita. Folën për Elirën, për sa e lumtur do të ishte ajo duke parë atë familje të bashkuar. Folën për planet për të ardhmen e djembe, për terapitë që do të vazhdonin, për zbulimet që do të vinin ende. Folën se si jeta kishte një mënyrë të çuditshme për të rregulluar gjërat e thyra, jo duke u kthyer në atë që ishin më parë, por duke krijuar diçka të re dhe të fortë nga copëzat. Dhe kur Valbona tha se ndjente se Elira ishte aty me ta në një farë mënyre, Artani nuk e kundërshtoi. Sepse edhe ai e ndjente. E ndjente në praninë e fëmijëve të saj, në dashurinë e motrës që ajo nuk e njohu kurrë personalisht, në kujtimin që vazhdonte të ishte i gjallë jo si peshë trishtimi, por si frymëzim se si të jetojë më mirë. Elira ishte larguar tepër herët, pa e realizuar ëndrrën për të ribashkuar familjen që zbuloi se ekzistonte. Por përmes Artanit dhe Valbonës, përmes trenjakëve që rriteshin të fortë dhe të dashur, përmes çdo fitoreje të vogël dhe çdo momenti lidhjeje të vërtet, ajo ëndër po realizoi edhe në mungesën e saj fizike. Dhe kështu, në atë shtëpi pranë liçenit që kishte qenë varr heshtjeje dhe u shndërrua në shtëpi jete, një histori e re filloi të shkruhej. Jo një histori e përsosur, pa sfida apo vështirësi, por një histori e vërtet e njerëzve të papërsosur që zgjedhin të duan pavarësisht pamundësive, e fëmijëve unik që gjejnë format e tyre të ekzistencës, e një familjeje që lindi nga rastësia, u formësua nga dhimbja. Dhe u forcua në zgjedhjen e përditshme për të mos u dorëzuar, për të mos iu nënshtruar asaj që dukej e pamundur, për ta shndërruar çdo vigjilje krishtlindjesh jo në kujtim humbjesh, por në festë rifillimesh. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Valbonës dhe trenjakëve Genti, Miri dhe Ronit ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë rrugëtim zbulimesh, faljeje dhe dashurie familjare, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa në këtë histori. A keni kaluar ndonjëherë një situatë ku një person që duke i huaj u zbulua të ishte pjesa themelore që mungonte në jetën tuaj? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor, histori që na bëjnë të besojmë se mrekullitë ndodhin jo kur gjithçka zgjidhet magjikisht, por kur kemi guximin të hapim dyert që i kemi mbajtur të kyçura nga frika. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju bëjë të reflektoni për familjen, dashurinë dhe lidhjet e padukshme që na bashkojnë edhe kur distanca apo koha përpiqen të na ndajnë.